18 prilli njihet si dita evropiane për të drejtat e pacientit, por edhe kjo datë e shënuar, sikurse shumë të tjera, në Ferizaj as që përmendet. Institucionet e këtushme nuk e kanë parë të arsyeshme që të mbajnë ndonjë aktivitet sensibilizues për këtë ditë. Televizioni Tema zhvilloi një intervistë me specialistën e mjekësisë familjare në Ferizaj, Drita Lumi Demiri, e cila përmes deklaratës së saj la të kuptohet që të drejtat e pacientit nuk janë për lakmi. Doktoresha Drita me këtë rast përmendi disa nga të drejtat që figurojnë edhe në kartën e të drejtave të pacientit. Ajo veçoi të drejtën për masat parandaluese, ku çdo punëtor shëndetësor duhet të marrë masa rreth smundjeve ose ndonjë epidemie. Pastaj të drejtën për qasje të barabartë në shërbime mjekësore pa diskriminime. Këtu ajo përmendi edhe të drejtën për risi. E drejta për zgjedhjen e lirë, e drejta për privatësi, e drejta për siguri, dhe një drejtë shumë e rëndësishme është e drejta për risi. Çka nuk kupton kjo? Të arriturat e fundit shkencore, të cilat realizohen, në vendet e zhvilluara, është mirë, pacienti ynë t'i gëzon. Këtu kemi mjaft mangësi, sepse sipas organizatës botërore të shëndetësisë, ne hymë në grupin e shteteve me të ardhurat të ulta dhe të mesme, dhe kuptohet që edhe diagnostika, edhe terapia, edhe gjithçka tjetër konsideroj që kjo e drejtë për risi nuk mund të realizohet e pacientët tanë. Nuk po flasim tash për gjendjet më të zakonshme, po të flasim për pacientët të cilët kanë smundje të rënda, kanë karcinoma, kanë ata me të vërtet, sillen e pështillën, vërdall, bujnë për mungesë të risive që zbatohen. Sose dhe na vetë mjekët jemi të privuar nga këto risi. Nuk lejon infrastruktura, nuk lejon sepse nuk i kemi kapacitetet diagnostikuese, mjetet nuk i kemi, edhe normalisht që jemi të privuar edhe profesionalisht, nuk dim me punu. Për ndryshe i zhdesht, edhe ne t'i gëzojmë s'pari na si mjek, t'aftësohemi, të trajnohemi profesionalisht, e pastaj ato risi në shërbim të... Por, sa ankohen pacientët ferizajas kur u shkelën të drejtat e tyre? Me plot kompetencë do ta them që pacientët tanë ende nuk kanë guxim ta denoncojnë personelin shëndetësor dhe ta ankohen. Pse? Sepse ende nuk dinë çka me kërku. Tash po flasi profesioniste, po edhe në cilësinë e një qytetare në qasje me pacient, po edhe si një qytetare e Kosovës, e cila unë i gëzoj këtë shërbime këtu, jam e barabartë me gjë pjesë e këtij komuniteti. Unë mendoj që ende nuk e kemi guximin qytetar. Atëherë kur e shohim që diçka nuk po funksionon dhe nuk respektohen drejtat tona, ta bëjmë denoncimin aty ku duhet. Kutia jonë e sugjerimeve, cilin e kemi poshtë dhe mund ta incizoni, mund ta fotografoni, mbetet e zbraz me mujtë të tëra. Jo se na ofrojmë shërbime perfekte, se unë i thash, ekzistojnë bëshllëqe, vetë sistemin tonë shëndetësor. Jemi mundu si mjekësi familjare, që një koncept të ri të avansojmë, të implementojmë. Megjithatë, me qenë se sistemi ka vetë bëshllëqe, gjithsesi edhe na vetë kemi bëshllëqe, nuk i gëzojmë të drejta tash profesionistëve që t'informohen me gjitha të risi, t'i kemi gjitha mjetet diagnostifikuese në dispozicion. Prandaj konsideroj që edhe pacientët tanë nuk mund t'i gëzojnë krejt to. Thashë jo për smundjet e lehta, po të flasim për smundjet ku me të vërtet rrezikohet jeta. Përveç të drejtave të pacientit, ekziston edhe një kartë e përgjegjësive që ka pacienti. Specialistja e mjekësisë familjare Drita Lumi Demiri thotë se edhe këtu nuk kemi për lakmi, pasi që shpesh pacienti nuk ju përmbahet rregullave dhe obligimeve që ka. Ata kanë përgjegjësi që instruksionet, këshillat të cilat i japim ne profesionistët shëndetësor t'i respektojnë dhe ai raport i mirë i cili ndërtohet mes mjekut dhe pacientit të respektohet koha e vizitave, të respektohet edhe kohëzgjatja e trajtimit. Shpeshherë pacientët kërkojnë trajtim të shkurt, të shpejt, janë disa gjendje të cilat me të vërtetë kërkojnë trajtim mujor e vjetor. Këtë rast duhet durim si nga ana e profesionistëve shëndetësor, ashtu edhe nga ana e pacientit. Faleminderit shumë. Menderit qofshi. Të drejtat bazë të pacientëve të njohura ndërkombëtarisht afirmojnë dhe garantojnë ushtrim efektiv të tyre nga individet për mjekësinë parandaluese, aksesi në shërbime, informacionin, pëlqimin, zgjedhjen e lirë, jetën private, të drejtën për t'u ankuar dhe për të marrë dëmshpërblim e të tjera. Shënimi i kësaj dite ka për qëllim vetëdijsimin e qytetarëve për të drejtat në kujdesin shëndetësor, por edhe përqimin e mesazhit se duhet të respektohen të drejtat e garantuara me ligj.